I shoku i Jozit tregon arsyet e forta sepse Jozi e goditi Gjestin, nxjerr në pas sekrete të reja. Në një intervistë ditën e sotme ka qenë një shmiku i artistit shqiptar, një kohësisht ish banori të Big Brother VIP Jos Markut, këngëtari i njohur Labino Tregja, që ka zbuluar dhe fakte të reja mbi miqësinë e tyre të vjetër, se si u shndërrua në armiqësi në atë kohë dhe çfarë Jozi ka bërë jashtë. Nga dy miq që së bashku performonin në klabet e natës së Zvicrës në një distancim të papritur nga njëri tjetri, që ka përfunduar me unfollow në Instagram dhe blog, por edhe ofendime të shumta, duket se Labino Tregja i ka shtuar edhe më tej tensionet me Jozin, teksa komentoi situatën e bushme që ka ndodhur në shtëpinë e Big Brother VIP në gjysmë finale dhe pas fitimit të Gjestit të Big Brother, Tregja ka zbuluar se i gjithë problemi i shmikut të tij Jos Marku qëndronte besimi fetar. Sipas tij, ky aspekt ka ndikuar fuqishëm në marrëdhënien e tyre, duke krijuar një ndasi që nuk e kishte menduar më parë, teksa u shpreh: Josefin Marku nuk e ka problem me këndimin, sepse nuk e vlerësoj unë nëse ai është i keq apo më i miri. Ai ka pasur probleme gjithmonë me fen, edhe në diskotek, me aq sa e kam njohur e kemi diskutuar, ai ka pasur probleme me fen islame. U shpreh Tregja duke theksuar mosmarrëveshjet e shumta të ndërlikuara në ambientet e tilla kaotike. Më tej ai zbuloi se i shmiku i tij Jozi e hoqi nga lista e shoqërisë pasi u bë pjesë e Big Brother VIP, edhe pse ky ishte personi që e përkrahu Jozin në atë rrugtim, teksa tha: unë e kam përkrahur me gabimin e parë që ai ka bërë, sepse për mua nuk është një person i keq, nuk e meriton këtë gjë që bëri. Ai ishte në kulmin e karrierës së tij, sepse mund të përfitonte më shumë nga pjesëmarrja e tij në Big Brother VIP 4. Shtoi më tek këngëtari duke reflektuar mbi humbjen e mundshme që Josefini mund të ketë pasur prej vendimeve të tilla të papritura. Ai dha një mendim edhe për shpalljen fitues të Gjestit, si dhe mos kërkimin falje jashtë nga Jozi, teksa tha: Jozi nuk besoj se do të kërkoj falje ndonjëherë. Është një tip që ndikohet shumë nga fjalët. Në momentin që e pa se kishte bërë gabim me shprehjen kopilshkine, kërkoi menjëherë falje. Tani që disa i kanë përkrahur kurrizin, nuk besoj se do ta kërkoj. Për Gjestin jam shumë i lumtur dhe jam hedhur nga gëzimi kur është shpallur fitues. Pas gjithë atyre vuajtjeve si në të Kosovës dhe në të Shqipërisë, e meritonte vendin e parë, përfundoi Labi.